E ardhmja Kristian Aslanit është në ajër, më saktësisht pas botrorit të klubeve do të mësohet nëse Kristian Kivu do e ketë në planet e tij me sfushorin e kombëtares shqiptare apo jo të Interit, ndërsa interesimi nga skuadrat të tjera nuk ka munguar. Por sipas ekspertit të Mercatos në Itali, Alfredo Pedula, një nga skuadrat që përflitej se ishte më afër tij, në fakt nuk e ka në listat e saj Aslanin. Në ditët e kaluara u përfol shpesh se te Fiorentina e shohin me shumë interes me sfushorin kuqezi dhe Stefano Pioli e kishte kërkuar si përforcim gjatë verës. Një emër në ditë nuk është se largon mjekun, por krijon vetëm konfuzion. Pasi me një emër në ditë tifozi mesatar nuk është se i qartësohet, kalon në vështirësi, ishte komenti Alfredo Pedula rreth çështjes. Që dje ju thamë se Aslani, talenti shkëlqyer i cili mund të largohet nga Interi, nuk është në listën e Fiorentinës. I njëjti diskutim vlen për Ismael Benacer, i cili vlerësohet si përforcimi perfekt i dëshiruar nga Pioli, tha eksperti i Mercatos italiane, duke insistuar kësaj se me sfushori shqiptar nuk hyn në planet e skuadrës së qytetit të Firences për të hedhur më shumë hije dyshimi rreth të ardhmes së tij.